Mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e diel 2 gusht 2026. Ju faleminderit. Dash, këtë të diel hëna është në shenjën tënde dhe të sjell një valë të fortë energjie, vetbesimi dhe motivimi. Mund të ndihesh më i fuqishëm se zakonisht dhe të kesh dëshirë të veprosh më njëherë për të arritur atë që dëshiron. Megjithatë, Saturni në retrograd në shenjën tënde të kujton se jo çdo gjë duhet bërë me nxitim. Sot është ditë e rëndësishme të gjesh ekuilibrin mes guximit dhe durimit. Ndiq qëllimet e tua, por para çdo vendimi mendo mirë pasojat. Mos lejoj emocionet ose impulsivitetin të çojnë drejt veprimeve për të cilat mund të pendohesh më vonë. Kjo është një ditë për të ecur përpara, por me më shumë disiplinë dhe maturi. Besoje energjisë tënde, por përdore me zgjuarsi. Nëse arrin të kontrollosh nxitimin dhe të mendosh para se të veprosh, mund të bësh hapa shumë të rëndësishëm drejt asaj që dëshiron. Dem, kjo e diel të fton të dalësh nga zona e rehatis. Hëna në dash më 2 gusht, sjell një shtys të fortë për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Edhe pse në fillim mund të ndihesh paksa i pasigurt, ti e vlerëson stabilitetin dhe preferon të ecësh me hapa të sigurt, po energjia kësaj dite po të nxit të mos qëndrosh gjithmonë në të njëjtin vend. Energjia e zjarrt e dashit lidhet me veprimin dhe mund të krijojë ndjesi se duhet të marrësh një vendim para se të jesh plotësisht gati, por e vërteta është se ti je më i përgatitur nga sa mendon. Mos lejo frikën nga ndryshimi të ndalojë. Ndonjëherë pikërisht hapi që të duket më i vështirë është ai që të çon drejt mundësive të reja. Besoje vetes dhe lejoje veten të provojë diçka ndryshe dem. Binjak, kohët e fundit mund të duket sikur ditët po përsëriten pa pushim. Punë, ushqim, gjumë dhe përsëri e njëjta rutinë. Por jeta nuk duhet të jetë vetëm detyrime dhe përgjegjësi. Këtë të diel hëna në dash të nxit të ndalosh për pak dhe të kushtosh më shumë vëmendje gjërave që të sjellin gëzim. Puna është e rëndësishme, por nuk është gjithçka. Është koha të rikthesh pak argëtim dhe spontanitet në jetën tënde. Kontakto miqt, organizo një takim ose bën diçka ndryshe së bashku. Mund të provosh dhe një hobi të ri, të bashkohesh me një grup ose të eksplorosh një aktivitet që të ka ngjallur gjithmonë kuriozitet. Mos e shpenzoj gjithë të dielën duke menduar për atë që duhet të bësh. Lejoje veten të qeshësh, të çlodhesh dhe të shijosh momentin. Ndonjëherë një ditë e këndshme është pikërisht ajo që të duhet për të rikthyer energjinë dhe motivimin. Gafore, është shumë e lehtë për ty të përfshihesh plotësisht në një marrëdhënie. Papritur mund ta gjesh veten duke ndëruar për të ardhmen me atë person, duke imagjinuar një jetë së bashku dhe duke parë lidhjen përmes syve roz. Por pikërisht kjo mund të trubullojë gjykimin dhe të pengojë të shohësh realitetin. Në 2 gusht, hëna në dash sjell një kontroll të fortë në realitetin. Ajo mund të shpërthejë iluzionet që ke krijuar dhe të tregojë situatën ashtu siç është në të vërtetë. Mund të jetë pak e dhimbshme të kuptosh se personi që doje ta besoje perfekt mund të ketë edhe të meta që nuk i kishe parë më parë. Por kjo qartësi është e nevojshme. Mos u kap pas një imazhi ideal vetëm sepse do shumë që ai të jetë i vërtet. Shiko veprimet, jo vetëm fjalët dhe dëshirat e tua. E vërteta mund të mos jetë ajo që shpresoje, por të ndihmon të marrësh vendime më të shëndetshme për zemrën dhe të ardhmen tënde. Luan, ti nuk je as pak i panjohur me kënaqësitë për ta përkëdhelur veten dhe për të blerë gjërat që të pëlqejnë, sepse e di që i meriton. Por këtë të diel mund të kuptosh se shpenzimet e tua kanë filluar të dalin jashtë kontrollit dhe portofoli yt nuk është aq i lumtur sa ti. Është koha të vendosësh një kufi dhe të tregohesh më i kujdesshëm me parat. Hëna në dash të nxit të marrësh kontrollin e financave dhe të mendosh më shumë për mënyrat se si mund të rrisësh të ardhurat. Në vend që të përqendrohesh vetëm te shpenzimet, pyet veten se çfarë mund të bësh për të fituar më shumë. Me diellin e Jupiterit në shenjën tënde, ti ke një energji të fortë për të marrë vendime të guximshme që mund të përmirësojnë situatën financiare. Mos ke frikë të provosh një mundësi të re, të kërkosh më shumë për punën tënde ose të ndërmarrësh një hap që mund të të sjellë të ardhurë shtesë. Shijoje jetën, por këtë herë bëje me portofolin të buzëqesh. Vigjeresh, këtë javë Venusi po përfundon qëndrimin e saj në shenjën tënde dhe të dielën vëmendja jote përqendrohet te marrëdhëniet. Mund të jesh dikush që hapet ngadalë në lidhje të reja, sepse ke nevojë të ndihesh i sigurt përpara se të tregosh plotësisht atë që ndjen. Por hëna në dash të nxit të ulësh mbrojtjen dhe të jesh më i hapur me partnerin.
Mos i mbaj emocionet dhe mendimet vetëm për vete, sepse sinqeriteti është çelësi për ta çuar marrëdhënien përpara. Nëse ke krijuar distancë nga dikush që të intereson, kjo është koha për të reflektuar mbi arsyen. Ndoshta frika nga zgënjimi po të bë të largosh njerëzit përpara se t'u japësh një mundësi të vërtet. Lejoje veten të afrohet, të flasësh hapur dhe të tregosh anën tënde të ndjeshme. Nëse dëshiron që një marrëdhënie të rritet, duhet t'i japësh hapësirën e besimit dhe komunikimit. Është koha të ndalosh të larguar njerëzit dhe të lejosh dashurinë të afrohet. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 qenjat e zodiakut për ditën e diel, 2 gusht 2026. Ju faleminderit. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.